Të nderuar vëllezër besimtar, sado që njeriu shkollohet, sado që kalon nëpër libra e nëpër dietar, janë disa mësime të cilat edhe me 10 vite nëse i harxhon në kërkimin e dijes, pranë librave, pranë njerëzve të dijes dhe pranë shkencëtarëve, nuk i merr këto mësime pos nga jeta e cila din nga njëherë me qenë edhe e vrasht, din nga njëherë me qenë edhe e sikletshme, po kështu Allahu i lartësuar e ka kriju dhe disa mësime me i marr njeriu nga përvoja e tij, nga jeta e tij, të cilat nuk i gjen nëpër libra dhe nuk i gjen tek dietarët, shkencëtarët, kushdo që t'jenë ata. Shumë kam menduar dhe shumë jam munduar që të gjej arsye sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam i dashuri i Allahut t'i ketë të gjitha ato sprova. Dhe nuk ka sprovë, as nuk ka lloj sprovës vetëm se ka rombi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Sprova e vetme të cilën nuk e ka përjetuar është që nuk e kanë vrarë. Përndryshe, të gjitha llojet e sprova i ka përjetuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai shpjegimi i përgjithshëm dihet se Allahu i lartësuar ato që e don e sprovon, se Allahu i lartësuar përmes sprovave dhe përmes situatave të sikletshme don me ja nxjerr njerëzve pejgambert e tij dhe me thonë se ja çfarë njerëz kam zgjedhur ne, çka janë gjendje me përballu dhe çka janë gjendje me bë për Allahun e lartësuar dhe çka janë gjendje me bë dhe për njerëzit duke i fal, duke i toleruar dhe duke u mirë me ta. Mirë, pa ka diçka dhe më për te kësaj. Duke mendu, ndoshta prej arsyeve të këtyre sprovave është pikërisht që pejgamberi alayhi salatu wassalam, me që ishte mbështetja më e fortë e të gjithë shokëve të tij, e të gjithë muslimanëve, ngushëllimi më i fortë pas mbështetjes në Allahun e lartësuar, ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu bëri që ky pejgamber kur t'i ofron dikujt ngushëllime, kur t'i ofron dikujt këshilla, paraprakisht me qenë se ka kalu në për ato situata, është djeg në to, i ka përjetuar ato siklete dhe tash po i flet dikuj, sikurse me hynë në lëkurën e tij, sikurse e thot populli, le të ki me fol masi sjell lëkurë teme. E pejgamberi Allahut po hin lëkurën e secilit, pastaj po i fol për lëkurës vet. Kështu që ai që vinte te i dërguari Allahut, edhe për të shprehë mërzinë se më ka vdekë vllati, pejgamberi alayhi salatu wasallam me plot të drejtë do t'i thoshte, unë 6 fëmijë kam varros vet. 6 fëmijë me i kam varros vet. Ai i cili do të vinte dhe do të thoshte se më ka vdekë nona, pejgamberi Allahut do t'i thoshte se unë babës kam pa dhe nonën e kam varros duke qenë fëmijë. Ai i cili do të vinte edhe do të thoshte se jam sprovuar me varfri, pejgamberi Allahut do t'i thoshte se ka me javë me muj që unë hash kat gjoj. As barkun se mushi. Ai i cili vinte te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ankohej se e ka bojkotuar ja afërmi baba e migja, pejgamberi Allahu do t'i përgjigjej, do të thotë se migja e mbante plane me mvra mua, më likvidu. Kështu që gjitha këto i kanë përjetuar njerëz. Gjitha këto i kanë përjetuar, për ata dhe ngushëllimi, për ata dhe këshilla është sikur se me qenë në lëkurën tande, dhe kjo ndoshta është një prej urtësive që Allahu i lartësuar po e sprovon pejgamberin e tij me gjitha këto sprova, që pastaj me qenë më të vërtetë si lloj kible ku njerëzit i adresojnë ankesat e tyre pas Allahut të lartësuar dhe marrin ngushëllim edhe mbështetje tek i dashuri i tyre dhe i dashuri i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht e përmbyll këtë sprova i dërguar Allahut duke thënë, çdo kujt që i ndodh ndonjë sprovë, çfarë do sprova e rron me qenë, çfarë do humbje e madhe me qenë, çfarë do goditje me qenë, le ta përkujton humbjen time, le ta përkujton që mos më ka mua. Edhe pastaj do t'i vjen e lehtë çdo sprovë, edhe më të vërtetë sprova më e rron për muslimanët është që ma pejgamberin e Allahut mos me pas mesin e tyre, e që pejgamberi Allahut ishte garant se sa të është i gjallë, Allahu s'ka me dënuar popull. Ndërsa, masi që ka kalu pejgamberi Allahut në ahiret, neve na ka me një garant tjetër, ajo është istighfari. Ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun. O i dërguari i Allahut, o Muhammed, o pejgamber, Allahu nuk do t'i dënoj ata përderisa ti je në mesin e tyre, shkoj, hupi garanca e parë. Mirë, po Allahu nuk do t'i dënoj ata përderisa bojnë istighfar, kjo është garanca e dytë për ata dhe është humbje e madhe. Duke u lidhur këto të ndëruar vëllezër, besimtar, shumë prej mësimeve thash nuk i gjejmë nëpër libra, mirë po na e mëson jeta,
me stilin e saj që e ka, me natyrshmërinë e saj që e ka, që Allahu i lartësuar ka bërë të tillë. Andaj disa mësime të vogla praktike dua t'i ndaj me ju që une i mora, i mësova për jetës. Mi mësoj jeta, sado që qëndrova para librave, sado që qëndrova para dietarëve, e shkencëtarëve të mëdhej, e hoxhallarëve me famë botërore, e lokale, e ndërkombëtare, këto mësime mi dha jeta nuk i gjeta nëpër libra. Pikërisht mësimet me vdekjen e njeriut më të dashur dhe më të afërt që është nona. Të gjithë e themi se nona është nonë, të gjithë e themi se humbja është më e madhe, mirë po këto ishin gjitha teori. Gjitha teori, praktika ishte diçka tjetër. Të gjitha mërzit po u përballojshin, të gjitha mërzit kishin shpjegim. Edhe madje edhe mërzia e babës, e cila është shumë e madhe. Gjitha kishin shpjegim. Pos mërzia për ndomin nga nona s'kish shpjegim. Nuk kish shpjegim. Mërzia për ndomin nga nona ishe atill që ta nxen frymën. Bllokon, frymësun merr. Pse të nderuar vëllezër? Kto nuk e kum gjetë nëpër libra. Për arsye se nona është ajo e cila frymojmë me to. Nona është ajo e cila na ka dhënë jetë, edhe frymojmë me to dhe marrim frymë shlirë. Nona është ëmbëlsira e brendësisë tonë. Ndërsa ndomja prej saj është më të blloku frymarrja. Mirë po, prap mbështetja në Allahun, se për ndryshëm s'me qenë mbështetja në Allahun, nuk ka ndoshta mundësi as me frymu, edhe s'ka më frymarrje pa nonën. Këto më mësoj praktika. Gjithashtu mësoj edhe diçka tjetër. Ajo është se me ndomjen e njeriu më të dashur, edhe më të afërt, edhe njeriu që krejt botën me shkrisën e bansaj, dhe njeriu që ta shkakton mërzinë më të madhe, madje edhe mërzinë pa shpjegueshme, Allahu i lartësuar po t'i nxjerrë njerëzit të cilët solidarizohen me ty për këtë dhimbje. Njerëzit të cilëve ju dhimbësh. Edhe në forma të ndryshme i vren me ndomjen nga njeriu më i dashur nga nona, e vren se kush është i afërmi, kujt i dhimbësh, kush ta do të mirën, kën e ki për zemër në forma të ndryshme. Gjithashtu edhe një mësim të madh tjetër na e dha, e këto e gjojmë në mënyrë teorike në për libra, mirë, po praktikisht është se sa dush me u lidh me njerëz, sa dush me i dasht, sa dush me i pas të pazavendësueshëm. Se nona dhe babi janë të pazavendësueshëm. Prap vjen një moment kur duhet mu nda dhe me mbet pa to. Edhe duhet me vazhdu jeta pa ta. Edhe pse ndoshta nuk paramendohet jeta pa ta. Ose është shumë e vështirë. Mirë, po prap jeta po vazhdoj ka edhe pa ta, ndërsa jeta nuk po u vazhdoj ka pa Allahun e lartësuar. Çdo ndomje e vështirë, e dhimbshme, ndoshta s'paramendohet jeta pa ta, pa atë që ndohemi prej tij ose prej saj, mirë, po prap po u vazhdoj ka jeta. Ama pa Allahun s'vazhdohet jeta. Kështu që pikërisht porosia e Xhibrilit që ja dha pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja Muhammed, ahbib men shi'ta fa innaka mufariqu. O Muhammed, duje këndush. Edhe duje sot dush se një ditë ke mundo për ti. A nuk e ndite këto pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjithsesi e dinte, po erdhë me jamësu umetit vet dy mësime të mëdha përmes kësaj porosie. E mësimi i parë është, o Muhammed, dije se këndush që e dën ti ke mundo, po s'nja që e dën edhe së ndohesh kur për ti ai është Allah. Sepse prej Allahut nuk ndohesh as kur je në gjumë, as kur je me vetdije, as kur je pa vetdije se duhet me marr frymë, dhe duhet me qarkullu gjaku që Allahu i kryen këto. Prej Allahut nuk ndohesh as mas vdekjes natën e vorrit, as mas ringjalljes, as ditën e gjykimit, as pas ngjarjeve se çfarë do ndodh në ditën e gjykimit edhe gjykimit që bëhet mes njerëzve. Kështu që ke mundo prej këtë të dashurve tu. Mbetet i dashur i vetëm që së ndohesh kur prej tij, edhe që s'heq dorë kur prej teje, e që është Allahu i lartësuar, e kjo është mësimi që Xhibrili po ja vjen prej Allahut pejgamberit alayhi salatu wassalam, duj të gjithë, ama duj Allahun më tepërmi, sepse Allahu nuk ndon, edhe ti nuk, nëse rrin me Allahun në lidhje nuk ke mundo kur në të gjitha fazat e jetës. Përndryshe njerin i dashur, i loshkës, i shpirtit, zemër, jetë, frymarrje, oksigjen, ke mundo prit. Ke kush ke. Gjithashtu edhe i vjen koha kur të gjithë njerëzit kanë me pas nevojë për njëri tjetrin, edhe qaj i cili ka qenë mbështetje për ty, i cili ka qenë shpresë për ty, i cili ka qenë streh për ty, i vjen rëni kur qaj me kërku ndihmë prej tij, kështu që njerëzit dalin të pafuqishëm,
në fazat të ndryshme të jetës që kalojnë, patjetër se kanë me kaluar nëpër fazat pa fuqisë për me mbet fuqia absolute e Allahut të lartësuar, për cilën kanë njerëzit nevojë për to vazhdimisht. Mësimi i dytë për kësaj porosie të Xhibrilit, po sikur po dal me i thon pejgamberit alayhi salatu wassalam Muhammed, njerëzit që i don, mundohu që me i dash në qatë formë që mos mundohu me ta mas vdekjes. Sepse ndohesh me vdekje, mirë po me shumë prej njerëzve që ndohemi me vdekje, ndoshta ndohemi për gjithmonë në botën tjetër. E kështu që përderisa po e don këtë botë, edhe përderisa e ke botë të afërt, edhe e ke shtin zemër, edhe po e don, edhe po don, mundohu që këtë dashni me pas edhe në botën tjetër, duke ja ofruar udhëzimin, duke udhëzuar në Islam, po duke udhëzuar në praktikimin e Islamit. Andaj të nderuar vëllezër, porosia e gjithë këtyre që i thash, është se njeriu që mos tepërmi kemi obligim që janë më meritorët, që me ja mësu udhëzimin e Allahut, e me ja mësu fejnë e Allahut, e me u afru tek Allahu i lartësuar që në botën tjetër mos më ndohem me ta, edhe mos më përjetu mërzi shumë më të madhe se sa mërzin këtë botë që e përjetojmë me ndarjen e tyre, janë pikërisht nana edhe baba. Të gjithë ata që i kanë nanat gjallë edhe babat gjallë, edhe janë larg fejsë Allahut të lartësuar, janë larg mësimeve të fesë, amani ju kuft, u ofron ju në çfarë do mënyre që është e mundur, gjitha mënyrat, gjitha mundësi që frizoni, që mos me leju që baballarët e tona dhe nanat e tona me shku tek Allahu dur thot. Sepse ndoshta me vdekje është ndarja e jone e përhershme. E nëse dikush meriton që na më ju ofru, edhe më ja bë këtë shërbim, edhe më ja bë këtë mirë edhe këtë ner, nuk ka dikush që është më meritor se baba dhe nana. Allah i mëshiroft të gjithë të vdekurit tonë. Ata që kanë kaluar në botën tjetër, baballar, e vëllazni, e dashamir, e shok, e me që jaronat zemrës, Allahu a fal gjunohet, u a pranot veprat. I bof që me na prit tek hija e tij në ditën e gjykimit, me pite kroj pejgamberit alayhi salatu wassalam, me përjetu shefatin e tij, edhe bashkarisht Allahu më na fut në vendin e mëshirës së tij që është xheneti dhe më na shpëtu prej xhenemit, që mos me pas më ndarje, edhe gjithë këto mërzia dhe këto vujtjet e ndarjes, Allahu i lartësuar më na i përkthy me shpërblime të mëdha në xhenete, që me harru pastaj vujtjet edhe mërzijat që kemi pas këtë botë. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.